e mashtrimit. Mashtrim virus. Mashtrim virus. Është një virus që në qoftë se realisht vërtetohet kalimi nga njeriu ke njeriu, ka zero shanse të mos jetë modifikuar gjenetikisht në laborator. Pra, ata kanë vetë pretendim që ky virus transmetohet nga njeriu ke njeriu. Në fakt, ky është një virus i njohur që shkaktohet vetëm nga jashtëqitjet e mijëve. Qofse jashtëqitja e mijut hidhet në një ushqim, mund të ndodhi, qofse ai mi është i infektuar, që të transferohet ke ushqimi dhe ushqimi duke hëngrë njeriu ashtu të papërpunuar, pra të panxehur, të padjegur etj. Edhe mund të ndodhi që mund të infektohet dhe në varësi të organizmit ka efekte të ndryshme. Po mirë, shiko. Lind pyetja kështu për gallat. Nga do ta marrim vesh neve që është e vërtet që transferohet nga njeriu në njeri. Kur na e thonë që kjo do ndodhi. Deri tash ka zero fakte dhe prova që vërtetojnë një gjë të tillë. Ka vetëm lajme. Dhe gjitha lajmet prodhohen nga OBSH, por rasti i Argjentinës është më tipik. Në Argjentinë, presidenti i vendit, Milei, masi doli Amerika nga OBSH, doli dhe nga OBSH. Dhe unë po t'isha gjendor Shqipërinë parlament për shembull, lufta ime më e madhe ishte ditë Shqipëria nga OBSH. Do ishte betejë me ndër më të rëndësishmet. Pasi nuk ka kancer më të madh oktapod, pjesë e një oktapodi më të madh botror, të ligë që ka fokus fëmijët. Pra vrasja e fëmijëve, redukimi i popullsisë fëmijëve. Dhe në këndvështrimin tim, rasti i Argjentinës tregon pse është mashtrim ky virus. Kur ndodhi ngjarja, u fokusua Argjentina në OBSH dhe tha, Argentina tha, nga që ka dalë nga OBSH-ja, është në risk të madh. Pra ishte një shantazh, një gjë, pse dore ti ne duhet të prodhojmë këtë situatë me viruse. Shiko, po unë s'kuptoj diçka, por na dole virusi ke ania mes detit. Tashi. Edhe kupton ti aty ku duhet. Pse